Zekati i fitrit, urtësia dhe koha e dhënies. Ndërsa muaji i bekuar i Ramazanit i afrohet fundit, muslimanët në mbar botën përgatiten për një nga momentet më të gëzueshme të vitit, festën e Bajramit. Përpara se të vijë kjo ditë gëzimi, Islami ka vendosur një adhurim shumë të rëndësishëm që lidhet me fundin e Ramazanit. Ky adhurim quhet Zekati i fitrit. Zekati i fitrit është një lëmoshe detyrueshme që jepet në fund të Ramazanit nga çdo musliman që ka mundësi. Ai nuk është vetëm një ndihmë për të varfrit, por ka edhe një kuptim të thellë shpirtëror dhe shoqëror. Origjina e këtij adhurimi lidhet drejt për drejt me mësimet e profetit Muhammed alayhis salam, i cili e bëri të detyrueshëm zekatin e fitrit për çdo musliman. Për të rritur dhe fëmijë, për burra dhe gra, për të lirë dhe për skllëvër në kohën e hershme të Islamit. Kjo tregon se zekati i fitrit është një adhurim që përfshin gjithë komunitetin musliman. Por pse i jepet kjo lëmosh? Urtësia e parë e zekatit të fitrit është pastrimi i agjërimit. Gjatë muajit të Ramazanit, edhe pse besimtari përpiqet të ruajë agjërimin e tij, mund të ndodhin gabime të vogla, fjalë të panevojshme, momente pakujdesie apo sjellje që nuk përputhen plotësisht me frymën e agjërimit. Zekati i fitrit shërben si një pastrim për këto mangësi. Ai është një mënyrë për ta plotësuar agjërimin dhe për ta bërë atë më të pranueshëm tek Allahu. Urtësia e dytë është ndihma për të varfrit edhe njerëzit në nevojë. Bajrami është një ditë gëzimi për muslimanët dhe Islami dëshiron që edhe të varfrit të kenë mundësi ta përjetojnë këtë gëzim. Përmes zekatit të fitrit, njerëzit në nevojë marrin ushqime ose ndihmë financiare që edhe ata të mund të festojnë Bajramin me dinjitet. Në këtë mënyrë, zekati i fitrit forcon solidaritetin dhe dashurinë mes njerëzve në shoqëri. Në librin e shenjtë, Kurani, Allahu e përmend rëndësinë e pastrimit dhe dhënies së pasurisë për hir të tij. Edhe pse zekati i fitrit përmendet më shumë në traditën profetike, ai lidhet ngushtë me parimin e ndihmës dhe solidaritetit që Islami promovon. Por kur duhet të jepet zekati i fitrit? Koha e tij është e lidhur drejt për drejt me fundin e Ramazanit. Dietarët kanë shpjeguar se ai duhet të jepet para faljes së namazit të Bajramit. Kjo është koha më e mirë dhe më e pëlqyeshme për ta dhënë, sepse në këtë mënyrë ndihma arrin tek të varfrit para se të fillojë festa. Megjithatë, shumë dietar kanë lejuar që zekati i fitrit të jepet edhe një ose dy ditë para Bajramit, për të siguruar që ai të shpërndahet në kohë. Por nëse jepet pas namazit të Bajramit, ai nuk konsiderohet më si zekati i fitrit, në kuptimin e plot, por si një sadaka e zakonshme. Për këtë arsye, muslimanët duhet kujdesen që ta japin këtë lëmosh në kohën e duhur. Tradicionalisht, zekati i fitrit jepet në formë ushqimi bazë, si grur, oriz, hurma apo ushqime të tjera që përdoren në vendin ku jeton komuniteti. Në kohët moderne, në shumë vende, ai jepet edhe në formë parash, për ta bërë më të lehtë shpërndarjen tek njerëzit në nevojë. Sasia e tij është relativisht e vogël për një person, por kur jepet nga një komunitet i tërë, ai bëhet një ndihmë e madhe për të varfrit. Në fund të Ramazanit, zekati i fitrit është një kujtesë e bukur se adhurimi në Islam nuk është vetëm një lidhje mes njeriut dhe Allahut, por edhe një lidhje mes njerëzve. Ai na kujton se gëzimi i Bajramit duhet të ndahet me të gjithë, veçanërisht me ata që kanë më pak. Dhe kështu, ndërsa muslimanët përgatiten për ditën e Bajramit, zekati i fitrit bëhet një nga veprat e fundit të mira të këtij muaji të madh. Një vepër që pastron agjërimin, ndihmon të varfrit dhe përhap dashuri dhe solidaritet në shoqëri, sepse në fund të Ramazanit, besimtari nuk dëshiron vetëm të festojë, por dëshiron që adhurimi i tij të jetë i plotë dhe i pranuar tek Allahu.